Gjendja e të plagosurve nga zjarri i vdekjeprurës në një klub nate në Maqedoninë e Veriut vazhdon të jetë kryesisht e qëndrueshme, deklaruan autoritetet në Shkup këtë të martë. Gjithsej 76 të plagosur nga zjarri janë dërguar jashtë vendit për mjekimin e plagëve, ndërsa pjesa tjetër me lëndime më të lehta po marrin trajtim në spitalet vendore. Autoritetet maqedonase synojnë të dërgojnë më shumë të lënduar jashtë vendit për mjekim të mëtejshëm, përfshirë në vende si Polonia, Suedia, Holanda, Italia, Kroacia, Norvegjia dhe Slovenia. Autoritetet në vend kanë premtuar hetim të shpejtë dhe të plotë, si dhe kanë arrestuar 23 të dyshuar deri më tani, 11 prej të cilëve ndodhen në paraburgim. Autoritetet kanë zbuluar se klubi operonte në mënyrë të palishme, nuk kishte dokumente të vlefshme për punë dhe nuk dispononte leje për përdorimin e fishek zjarreve. Ndër shkeljet e konstatuara është lejimi i të miturve në klub. Rreth 500 njerëz ndodheshin në klubin e natës kur zjarri shpërtheu teksa po këndonte një grup lokal muzikor. Përpasoj, të paktën 59 njerëz humbën jetën dhe 155 të tjerë u plagosën, si pasojë e shpërthimit të zjarrit në qytetin lindor të Maqedonisë së Veriut, Koçan, në orët e para të së dielës.